Mirëmbrëma të gjithëve, partnerë dhe miq, mirë se keni ardhur. Është vërtet një kënaqësi e veçantë që sonte mblidhemi të gjithë së bashku për të shënuar një moment vërtet të rëndësishëm në historinë e kompanisë Euroink. Çdo kompani fillon me një ide, por vetëm disa ide zgjasin 30 vite. Në fillim ishte një vizion, një guxim, një vendim për të ndërtuar diçka që do të qëndrojë. Ne kemi fillu me punu me kompani për vitit 1995. Spari kemi fillu me objekte banimi, ku kemi kryer edhe projektimin dhe ndërtimin. Ndërtimi i një kompanie kërkon shumë sakrificë. Ka pas shumë sfida, ka pas probleme me anën financiare, se çdo fillim i biznesit starto shumë e vështirë sa i përket financave, po megjithatë kemi arrit një të kaluar të gjithë. Dhe pas këtij dokumentari kam vërtet kënaqësinë të ftoj në skenë pronarin e kompanisë Euroink, zotin Mefail Gashi. Mirëmbrëma dhe faleminderit dhe ne ju falenderoj për kohën që kemi gjetë për këtë fest madhe për kompaninë tonë Euroink në 34 e fundit. Faleminderit edhe një herë e gjithë mirë. Faleminderit. Kam kënaqësinë të ftoj në skenë CEO-n e kompanisë Euroink, zotin Astrid Gashi. Jam shumë i lumtur që për këto 3 dekada kemi ofër vetes kaq shumë miq, cilët i falenderojmë shumë, pa mos të gjithë ata që janë prezente. Ju faleminderit për gjithçka. Mbrëmje është një moment për të nderuar histori të ndërtuar me punë për kushtim dhe besim, por edhe për të festuar rrugën që vazhdon përpara me të njëjtin vizion dhe të njëjtën ambicie. Ju falenderoj dhe ju uroj një mbrëmje sa më të bukur. Faleminderit të gjithëve. Ky maraku i shkret, nuk ma lën zemrën e qenë. Dashurin që kam për ty, nuk e mbroj për këta dy sy. Ky maraku i shkret, nuk ma lën zemrën e qenë. Dashurin që kam për ty.